Teknika të veçanta kultivimi, barështues skrupuloz dhe ndonjëherë mashtrim, ka shumë faktorë që mund të bëjnë që një ushqim të arrijë çmime shumë të larta në treg. Fruta, kërputa në rrezik zhdukjeje, mish i rritur me teknika shumë të veçanta, këto bëjnë pjesë në listën e ushqimeve kaq ekskluzive sa mund të arrijnë çmime marramendse në treg. Shpeshherë protagonista ankandeve që thyejnë rekorde dhe të destinuara për tavolinat e më të pasurve, por cilat janë 5 ushqimet më të shtrenjta në botë. Në vend të parë renditen pjeprat Yubari King. Në radhë të parë gjejmë pjeprin Yubari King, një varietet që rritet në sera të veçanta të vendosura në Yubari, në ishullin Hokkaido të Japonisë. Ky është një hibrid midis dy llojeve të pjeprave. Çfarë ka kaq të veçantë për to është se një tul portokalli i ndezur, shumë i ëmbël dhe me lëng, shfaqet në formë perfekte sferike dhe një lëkurë të njëtrajtshme në formë rjete. Çdo bim prodhon vetëm një pjepër në vit dhe fermerët kujdesen me obsesion për dritën, temperaturën dhe lagështirën, pasi ato kontrollohen nga dita në ditë. Së fundmi, uji i përdorur për ujitjen e këtyre pjeprave është vetëm mineral. 2 pjeprat e parë të sezonit dalin në ankand çdo vit. Në vitin 2019 ata ushqitën për një rekord prej 5 milion jenësh ose rreth 40.000 euro. Vendin e dytë, si ushqimi më i shtrenjtë në botë e mban haviari me ngjyrë fildishi. Vendi i dytë shkon për haviarin almas, i konsideruar si diamanti persian dhe i marrë nga bliti iranian Albino Beluga, të cilët janë jashtëzakonisht të rrallë dhe aq jetë gjatë sa mund të jetojnë për më shumë se 100 vjet. Vezët e tyre me ngjyrë fildishi janë shumë më të lehta se ato të haviarit klasik, kanë një qëndrueshmëri të butë, kremoze dhe një aromë delikate. Ky lloj haviari prodhohet në sasi të kufizuar dhe shitet në kuti ari 24 karatësh me vlerë mbi 25.000 euro për kilogram. Vendin e tretë mbajnë kërpudhat japoneze. Kërpudhat Matsutake në vendin e tretë rriten në pyjet halore japoneze. Ato janë shumë të rralla dhe kanë një aromë intensive pikante. Grumbullimi i tyre çdo vit bëhet gjithnjë më i vështirë për shkak të humbjes së habitatit natyror dhe për këtë arsye mund të arrijnë deri në 2.000 euro për kilogram. Këto kërpudha festohen në kulturën japoneze si simbol i stinës së vjeshtës dhe gatuhen në receta të thjeshta, shpesh në lëng mishi ose me oriz, në mënyrë që të mos mbulojnë aromën e tyre të veçantë. Në vendin e katërt është çokolada më e shtrenjtë në botë, me diferencat e duhura në krahasim me pjesën tjetër të produkteve në renditje. Është çokolada e prodhuar nga Noka, një kompani nga Texasi e njohur për koleksionin e saj ekskluziv vintage me vlerë rreth $1.700 për kilogram. Ky koleksion i përbër nga çokolada të zeza me origjinë nga Venezuela, bregu i Fildish dhe Ekuadori, me 75% kakao të hidhur, kishte një udhëzues shijimi brenda çdo kutije për të përmirësuar përvojën dijore të pjesëve individuale. Megjithatë, në vitin 2011 një hetim zbuloi se çokolada Noka erdhi nga një kompani franceze shumë më e lirë. Ky zbulim çoi në mbylljen përfundimtare të kompanisë më vonë atë vit. Së fundi në vendin e 5 është bifteku i viçit Kobe, një nga më të çmuarit në botë, i cili mund të arrijë deri në 1.000 euro për kilogram. Disa legjenda urbane thonë se këto bagëti, një variant i racës Wagyu, marrin kujdes obsesiv gjatë gjithë jetës së tyre, përtej mitit e ekzemplarët e racës Taima të rritura në rajonin Kobe të Japonisë, me të vërtet marrin kujdes të veçantë. Rezultati është një mish aq i mermeruar edhe i butë sa duket si gjalp, prandaj vetëm disa viça çdo vit arrin të marrin certifikatën zyrtare Kobe Beef, dhe në restorante që mund të mburren se e servirin, një biftek mund të kushtojë lehtësisht mbi 500 euro.